إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmozim kërkojmë salavat e selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, familje, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës nga seria ligjëratave veprat e zemrës. Dhe kemi thënë se zemra është mbreti, ndërsa gjymtyrët janë ushtarët. Nëse mbreti, udhëheqësi apo komandanti, ai që jep urdhra është në rregull, edhe ushtarët në këtë rast gjymtyrët do të jenë në rregull. Dhe e kundërta, nëse ai që jep urdhra nuk është në rregull, atëherë edhe ushtarët në këtë rast gjymtyrët nuk do të jenë në rregull, siç tha Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allahu nuk shikon pamjet tuaja dhe as pasuritë tuaja. "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Mirë po shikon zemrat e juaja dhe veprat e juaja. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur foli për zemrën, tha: "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Me të vërtetë është një copës mishi në trup. Idha salahat, salahal jasadu kullu. Nëse ajo është në rregull, i gjithë trupi është në rregull. Wa idha fasadat, fasada al jasadu kulluhu. Dhe nëse ajo nuk është në rregull, i gjithë trupi nuk është në rregull. Ala wa hiya al qalb. Pra ajo është e zemra. Mu për këtë dietarët kanë thënë: "Intaha safaru talibina ila dhafari bi qulubihim." Udhëtimi i njerëzve të mirë përfundon me fitoren dhe sundimin që i bajnë zemrave të tyre. Çka do të thotë të nderuar vëllezër kjo fjalë se lefëve të parëve tanë? Do të thotë se fala yaraka illa sabiran radiyan muhtasiban mukhlisan. Që do të thotë se në çfarë do gjendje në të cilën je, dhe nuk ka dyshim se ne në këtë botë kalojmë në etapa të ndryshme të jetës. Herë jemi të lumtur, herë jemi të mërzitur, herë jemi të brengosur, herë jemi të gëzuar, herë jemi të pasur, herë jemi të varfër, dhe kështu me radhë. Mirë po, kjo fjalë do të thotë se në çfarë do gjendje që je, kur Allahu shikon zemrën tënde, është që mos të shohë verse të durueshëm, sabiran, radiyan të kënaqur me caktimin e tij, muhtasiban, duke prit shpërblim, mukhlisan të sinqert, muqinan të bindur, rajian, duke pas shpresë, ila ghayri dhalika min al-a'mal allati yanbaghi an yastashibuha al-insan fi kulli lahdha. Pra, dhe me vepra tjera të zemrës që do të vijnë, që njeriu duhet t'i mbaj me vete në çdo çast, pra kur thotë do t'i mbaj me veti, pra në këtë udhtim për tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ai është që krijoi vdekjen wal hayata, jetën, liyabluwakum, që t'ju sprovoj juve ayyukum ahsanu amala, cili nga ju është më vepërmir. Fudejl ibn Iyadi, të nderuar vëllezër, kur e shpjegon këtë ajet, thot Fudejl ibn Iyadi është një nga dietarët, nga selefët, që kur e kanë përshkruar këtë dietar të madh, çka kanë thënë: "Idha ra'aita al-Fudejl ibn Iyad dhakaraka wajhuhu bil akhirah."
kur e shihje Fudejl ibn Iyadin, fytyra e tij ta kujtonte botën tjetër. Pra pamja e tij, përullësia e tij, drita në fytyrën e tij ishin aq të qarta sa kujtonin njeriu për Zotin dhe për jetën e përtejshme. Pra ky dietar kaq i madh ka lënë shumë fjalë të mëdha që prekin thellësinë e çdo besimtari. Kur e shpjegon këtë ajet thot ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Pra më i mirë në vepër është ai që është më i sinqerti dhe më i drejti. Faqila lahu ya Aba Ali, than, pra o baba i Aliut, pra kështu e kishte nofkën. Ma akhlasuhu wa ma aswabuhu. Cila është ajo që është më e sinqerta dhe më e drejta? Tha inal amala idha kana khalisan. Vepra nëse është e sinqert, wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Mirë po nëse nuk është e drejtë, nuk pranohet. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan. Mirë po nëse është e drejtë dhe nuk është e sinqert, lam yuqbal, nuk pranohet. Hatta yakuna khalisan sawaban, derisa të jetë e sinqert dhe e drejtë. Wal khalis, ndoshta e sinqert është en yakun të jetë për Allahun, was sawab en yakuna la sunna, ndërsa e drejtë të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe Ibn Kathiri kur e shpjegon këtë fjalë të Fudejlit thot el maqsud bi ahsani amala, kuptimi më i mirë në vepra, lejsa aktharuhu adadan, nuk është ai që është më shumë në numër, bel akhlasuhu niyatan, ai që është më i sinqert në qëllim, waswabuhu tariqatan, dhe më e drejtë në mënyrën e kryerjes. Fal amalu maqbul inda Allah huwa alladhi yajtama fihi al-ikhlas, vepra pranuar tek Allahu është ai në të cilin e të bashkohet sinqeriteti wal mutaba, pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, nga ky ajet, këto komentime dhe kështu me radhë, dalim me një përfundim se që të pranohet një vepër, të llogaritet një vepër e mirë dhe të pranohet tek Allahu subhanahu wa taala, duhet të ketë dy kushte kryesore, thelbësore, esenciale. Ato janë që të jenë e sinqert për Allahun subhanahu wa taala dhe të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë, femen kana yarju liqa rabbih, ai i cili shpreson takimin me Zotin e vet, falyamal amalan salihan. Falyamal amalan salihan, pra le të bëj vepra të mira, pra të wala yushrik bi ibadati rabbi ahad, dhe mos t'i shoqëroj askënd atij, amalan salihan, pra të jetë e sinqert dhe të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, dietarët e ehli sunnetit kur kanë folë për imanin e kanë definu dhe kanë thënë el iman qawlu wa amal, qawlu al-qalbi wa lisan wa amalu al-qalbi wal jawarih. Imani është fjalë edhe vepër, fjalë e zemrës dhe e gjuhës dhe vepër e zemrës dhe e gjymtyrve. Këtu është një dallim, ka nga dietarët që tek çështja e gjuhës e kanë shtu, kanë thënë gjuha ka edhe fjalë edhe vepra, mirë po në realitet nuk ka ndonjë dallim të madh dhe shumica nuk e bajnë këtë dallim. Ka nga ato që kanë thënë se vepra, fjala e gjuhës është shahadeti, pastaj dhikrat e çdo gjë që bën gjuha, këto janë vepra. Ibn Taymija ka folë për këtë, mirë po në realitet nuk ka ndonjë dallim. Dhe definicioni është imani është fjalë edhe vepër, fjalë e zemrës edhe e gjuhës, vepër e zemrës edhe e gjymtyrve. Fjalë e zemrës, nëse ju kujtohet të nderuar vëllezër dhe motra, kemi folë për këtë adhurim. Fjalë e vetme e zemrës është bindja. Dhe kemi folë ligjëratat e kaluara, 3 ligjëratat e kaluara, pra për këtë adhurim, pra për bindjen. Ndërsa përveç bindjes, tjerat janë veprat e zemrës. Pse është bindja fjalë e zemrës? Sepse e kemi potencuar dhe e kemi cek në ligjëratat e kaluara, mirë po që të lidhet me këtë dhe të kuptohet më mirë, dhe ka nga të ndoshta që s'kan qenë ligjëratat e kaluara, ne kur thom ashhadu an la ilaha illallah, unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton me të drejtë adhurimin. Që të dëshmosh, duhesh
ta shohësh. Dhe nëse shkon të jap dëshmi ndokund, në një vend ku kërkohet dëshmia nga ti, pyetja e parë që të thonë është a ke pa dhe si e ke pa. Pra kusht që të dëshmosh është që ta shohësh. Mirë po, ne Allahun subhanahu wa taala themi që e shohim, por e shohim me syt e zemrës. Momentin që ne e shohim pra me syt e zemrës Allahun subhanahu wa taala në aspektin e bindjes se krijimi i këtij kosmosi, krijimi i këtij planeti, dërgimi i pejgamberëve dhe ndihmimi i pejgamberëve në përcjelljen e mesazhit të vet. Dhe të gjithë këto gjëra na japin neve të kuptojmë me zemër, pra të formojmë një bindje se Allahu subhanahu wa taala është hak. Dhe çdo gjë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të është hak, është e vërtetë dhe kështu me radhë. Momentin që ne e fitojmë dhe e formojmë dhe në brendësinë tonë e mbjellim një bindje të palëkundur, atëherë kjo bindje, kjo fjalë e zemrës ngjitet në gjuhë dhe gjuha dëshmon. Mu për këtë dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Pra të cilët ata të cilët janë të bindur. Pra bindja i është ajo e dallimi vija ndarse mes besimtarit dhe jo besimtarit. Muslimani kur është i bindur se Allahu është i vërtet, Allahu është hak, ajo që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është hak, pra kjo bindje pastaj përkthehet dhe shkon tek gjuha dhe gjuha e dëshmon atë gjë. Dhe për atë bindja ne kemi filluar me bindjen sepse e kemi llogaritë se bindja është gjëja kryesore. Pastaj pas bindjes vjen vepra, pra më kryesore ajo është sinqeriteti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ndërhyrje tek dietarët, ka nga dietarët kur e definojnë imanin, thonë imani është fjalë, vepër dhe nijet. Edhe pse nijeti hyn te çështja e sinqeritetit, automatikisht hyn tek veprat e zemrës, kur imani është fjalë dhe vepër, mirë po e potencojnë disa nga to, imani është fjalë, vepër dhe nijet, për rëndësinë që ka nijeti. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Vërtet veprat vlen sipas qëllimeve dhe çdo njeri do ta ketë vetëm atë që e ka pasur për qëllim. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Kush ban një hijrat tek Allahu dhe tek i dërguari i tij, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Hijrati i tij është për Allahun dhe të dërguarin e tij. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Mirë po kush ban një hijrat për ndonjë dobi të kësaj bote që dëshiron ta fitoj, au thot imra'atin yankihuha, apo një grua që dëshiron ta martoj, fa hijratuhu ila ma hajara ilay, hijrati i tij është për atë të cilën ka bërë hijrat. Arsyeja e këtij hadithi të nderuar vëllezër është si transmetojnë dietarët kur e shpjegojnë këtë hadith është se njëri donte të bënte hijrat nga Mekka në Medinë, mirë po jo që ta ndihmoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me pejgamberin sallallahu, mirë po që të martohet me një grua, Umu Qais. Pra e shtyri Umu Qaisi nëna Qaisit që të bënte hijrat, që ta merrte këtë rrugë, këtë udhtim, këtë sakrificë dhe jo pra kërkimi i xhenetit, ndihmimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ky u quajt pra muhajir Umu Qais, muhajiri apo migruesi për Umu Qaisin. Pra veprat janë sipas niyetit, qëllimit. Dhe me thonë pranimi i veprave tek Allahu subhanahu wa taala është varësisht prej niyetit dhe qëllimit. Nëse qëllimi është në rregull, atëherë edhe vepra pranohet dhe është në rregull, ndërsa nëse qëllimi apo niyeti do të vinë pak më vonë, pak a ka dallim mes niyetit dhe qëllimit në mënyrë të shkurtë. Pra nëse niyeti dhe qëllimi, pra ka dallim mes niyetit dhe sinqeritetit, nëse këta nuk janë në rregull, ajo edhe vepra
refuzohet. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe në psikologji është një rregull që quhet kullu amelin lehu dafi'. Çdo veprim i njeriut ka një shtytës, ka një motiv, pra një forcë e brendshme që e nxit njeriu drejt një qëllimi të caktuar. Qoftë i vetëdijshëm apo jo, qoftë pra i mirë apo i keq, mirë po duhet një forcë e brendshme që ta shtyjë njeriu të veprojë diçka. Pra nuk ka vepër pa motiv. Edhe Islami apo han një gjatë të tillë, por e quan nijet, qëllim. Pra s'ka vepër që nuk i paraprin një qëllim. Pra qëllimi, nijeti është ai që e shtyn njeriu që të veprojë. Të nderuar vëllezër dhe motra, rëndësia e sinqeritetit apo nijetit të pastër nga ky hadith na jep të kuptoj se ka mundësi një njeri të marrë një udhtim shumë të lartë. Ka mundësi një njeri të sakrifikojë shumë. Ka mundësi të bëj shumë vepra, mirë po kjo e gjithë t'i refuzohet. Pra nëse marrim shembullin e hijretit. Edhe ai që ka bërë hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, edhe ky person njëjtën lodhje, njëjtën mundim, njëjtën sakrificë. Mirë po, ky e bëri për një qëllim, ndërsa ky e bëri për një qëllim tjetër, dhe pastaj aty u ndan edhe shpërblimet, edhe pranimin e veprave, edhe kështu me radhë. Pra njëri i pranohet një lloj vepre, tjetrit nuk i pranohet si rezultat i nijetit apo qëllimit. Për njëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, innamal a'malu binniyat, kjo është rregull pra, veprat janë sipas nijetit, ndërsa wa innama likulli imri'in ma nawa, kjo është rezultati. Pra çdo kush merr nga shpërblimi apo dënimi varësisht qëllimit dhe nijetit. Për atë Abdullah ibn Mubarak u thonte, rubba amelin saghirin tu'adhimuhu niyya. Ka mundësi një vepër e vogël të bëhet e madhe shkak i nijetit, wa rubba amelin adhimin tusaghiruhu niyya, dhe ndoshta një vepër e madhe zvoglohet nga nijeti. Pra, në pikpamjen e parë hijreti shumë vepër e madhe. Mirë po qëllimi nuk ishte i pastër dhe u bë aq e vogël, të nderuar vëllezër. Saqë është interesant ky hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përmend hijretin për Allahun dhe pejgamberin, thotë kush bën hijret për Allahun dhe pejgamberin, ky do ta ketë shpërblimin e hijretit për Allahun dhe pejgamberin. Mirë po thotë kush bën hijret për këtë botë, për fitimet e kësaj bote, apo për të martohet pra për një dobi të kësaj bote, thotë fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Pra hijreti i tij është për atë të cilën e ka bërë hijretin. Pra në një mënyrë nënshmuese dhe nënvlerësuese për çdo vepër e cila nuk është e sinqertë për Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo është ai dallimi, nijeti është ai që e bën atë dallimin. Pra ka mundësi një njeri, si thonë Hasan ibn Atiyya, një nga selefët, dikush ka për atyre që thonë që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk e kam hasur këtë hadith. Thot, inna rajulaini la yakunani fi salatin wahidatin wa inna bainahuma min al-fadli kama baina as-sama'i wal-ard. Ka mundsi thot, dy njerëz thot janë në një saf, ngjitur njëri për tjetrit, wa inna bainahuma, mirë po dallimi mes tyre është si dallimi mes sa distancë ndërmjet qiellit dhe tokës. Arsyeja të nderuar vëllezër se çka posedon dhe çka ka në jetën ky person. Ka mundsi njëri vjen në xhami, e llogarit çdo hap që e bën shpërblim, fshirje të mëkateve. Kur del në sabah e kujton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot bashirul masha'ina fi dhulami bin nuri tam, bashir masha'ina fi dhulami ila al masajidi bin nuri tam yawm al qiyamah, përgëzoj ata të cilët ecin dhe dalin në errësirën e natës me dritë të plotë në ditë kiametit. E kujton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i thot sab'atun, 7 kategori njerëzish Allahu subhanahu wa taala do t'i fus në hijen e tij atë ditë kur do të ketë hije përveç hijes së tij, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid,
është një njeri që zemrën e ka të lidhur me xhami. Dhe shumë niyete tjera i kujtohet se namazi me xhamat në kolektiv e ka shpërblimin e 25 apo 27 herë. Pra, gjatë kryerjes së një vepre, si kanë thënë dietarët, e nije, pra si niyeti është ajo tregtia e njerëzve të mëdhenj. Pra, gjatë rrugës për në xhami ose gjatë rrugës të kryerit të një adhurimi të caktuar apo, do thonë, i shoqërojnë gjithë këto niyete dhe lidhet në saf. Ndërsa ndërsa një person tjetër që është bashkë me te, distanca është sa qielli me qiellit dhe tokës, thjesht fare ndoshta nuk i parashikon këto gjëra, përkundrazi ka prej atyre që Allah na ruaj, vjen ndoshta që të fal namazin vetëm që njerëzit të kenë opinion të mirë për këtë person dhe të kenë mendim të mirë dhe kështu me radhë. Pra është i njëjtja vepër, ngjit njëra me tjetrën, dallimi është sa mes qiellit dhe tokës. Sa i përket, siç thash, tek niyeti dhe qëllimi, pra dhe sinqeriteti, a ka dallim? Ka prej dietarëve që nuk e dallojnë mes niyetit dhe sinqeritetit. Duke u nis nga hadithi innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas niyetit apo sipas qëllimit, këtu hyn edhe niyeti edhe sinqeriteti. Pra veprat janë sipas niyetit, pra që do të thotë nëse vepra niyeti është i sinqert, vepra pranohet. Ka nga ato që e kanë bërë një dallim, edhe pse në rezultat nuk shoh ndonjë dallim të madh, thonë niyeti është qëllimi i veprës në zemër, ndërsa sinqeriteti është pastrimi i atij qëllimi dhe drejtimi i tij vetëm për Allahun. Pra, me fjalë të tjera, niyeti përcakton llojin e veprës, për shembull namazi, ndërsa sinqeriteti e dallon atë duke e bërë të pastër për hir të Allahut. Pra si thash, ndërsa në praktik nuk shoh ndonjë dallim, dhe kur përmendet innamal a'malu binniyat, këtu hyn edhe sinqeriteti edhe niyeti. Kur flasim për sinqeritetin, dietarët islam kanë dhënë shumë definicione. Unë do të përmendni 3 nga këto, shkak i kohës. Sinqeritet është që qëllimet dhe adhurimet të jenë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Sahel Tustari, një nga selefët, thotë, mendjeprehët kërkuan të shpjegojnë sinqeritetin dhe arritën në këtë përfundim. Që çdo veprim ose mos veprim, shpirtëror ose fizik, ta bëj ose jo, thjesht vetëm për hir të Allahut, duke mos lejuar që të përvidhet në këtë nijet asgjë nga nefsi, epshi, dynjaja. Dhe definicioni i tretë, sinqeritet është që të mos kërkosh dëshmitar tjetër për veprën tënde përveç Allahut e as shpërblyes tjetër post tij. Pra këto janë shkurtimisht 3 definicione të sinqeritetit. Nëse Ibn al-Qayyim kur e definon dhe flet për ikhlasin, thot: "El-ikhlasu tasfiyatu al-amali min kulli shawbin ay la yumazij amalahu ma yashubuhu min ash-shawa'ib iradatu an-nafsi wa imma talabu at-tazayyun fi qulubi al-khalqi wa imma talabu madhihim." Thot sinqeriteti apo ikhlasi është pastrimi i veprës nga çdo përzierje. Do me thënë, robi nuk e përzin veprën e tij me ndonjë qëllim tjetër që ka lidhje me epshin ose dëshirat e vetvetes si. Sikush, talab tazayyun fi qulubil khalq, dëshira për të dukur i mirë në sytë e njerëzve. Dëshira për të lavdëruar prej tyre, frika nga kritika ose qortimi i tyre. Kërkimi respektit dhe madhërimit të tyre, kërkimi pasurisë, shërbimeve, dashurisë apo ndihmës së tyre, apo ndonjë interes personal, thot të gjitha këto janë motive të huaja që e prishin veprën dhe rrënja e tyre për bashkët është synimi i diçkaje tjetër përveç Allahut në vepër, çfarë do qoftë ajo. Pra këto janë të nderuar vëllezër definicione e sinqeritetit, el-ikhlas. Kur flet Allahu ikhlas në çfarë forme ka ardhur fjala el-ikhlas, thot: "Wa inna lakum fil an'ami la ibra." Në fakt thot edhe në tek baktit ju keni shenja për të mësuar prej tyre. Nusqikum mimma fi butunihi. Ne ju japim atë që ka në barkun e tyre. Min bayni farathin wa dam. Prej ushqimit të përpunuar dhe gjakut. Labanan khalisan sa'igan lisharibin. Shumësh të pastër dhe të shijshëm për ata që e pinë. Pra khalisan, labanan khalisan, shumësh të pastër.
Khalis është diçka e pastër, diçka si thot puro, pra khalis ka është për Allahun subhanahu wa taala. Pra kështu duhet të jetë edhe niyeti, puro i pastër për Allahun subhanahu wa taala. Kur flasin dietarët për niyetin, flasin në dy kapitoj, mund të themi. Në aspektin e fikut, juridikut pra, fillimisht dallimi i veprave, dallimi midis adhurimit dhe zakonit dhe traditës. Një vepër është adhurim, apo thjesht njeriu e bën si çështje nga pjesë e kësaj bote dhe ç'është një zakon apo një traditë dhe kështu me radhë. Dhe shkallët e adhurimit. Dallimi pra midis adhurimeve të detyrueshme dhe adhurimeve vullnetare. Për shembull, niyeti është që e bën mes farzit, sunetit, mubahut, mustahabut dhe kështu me radhë. Dhe kemi kur flasim për niyetin në aspektin edukativ. Pra si ti pastrom niyetet. Si ti çlirom qëllimin nga çdo interes personal, lavdi apo kërkim i vlerësimit njerëzor në mënyrë që veprat tona të janë plotësisht të sinqerta për Allah. Pra si ta pastrom niyetet tona nga suefaqësia, si ti pastrom niyetet tona nga dëshira për lavdrim të veprave, si ti pastrom niyetet tona nga vetpëlqimi, iradetul ulu, dëshira për të lartësuar, siç thot Ibn Taymije, Allahu mëshiroft. Dëshira për të lartësuar mbi njerëzit është një nga shkaqet më të mëdha të prishjes së zemrës dhe fesë. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala thot: "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada." Në botën tjetër, ahiretin, e kemi bërë për një kategori njerëzish, të cilët nuk dojnë të jenë të lartësuar, mirë po ecin në këtë tokë modest, larg nga çdo mendje madhësi edhe kështu me radhë. Pra, dëshira e njeriut për lavdrim është në të kundërtën e sinqeritetit në ato adhurime që i bën njeriu për Allahun subhanahu wa taala. A është sinqeriteti e vepër e vështirë? Themi që po. Për atë thot Sufjan al-Thauri, ma alaqtu shay'an ashaddu alayya min niyati. Nuk kam mjeku diçka më të vështirë se sa niyeti. Li'annaha tataqallabu alayhi çdo herën lëvizte. Po ashtu Yusuf ibn al-Husayn يقول أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكما اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. Gjë më e shtrenjtë në këtë botë është sinqeriteti, sa herë që mundohem mi largu suefaqësinë nga zemra, afruse më shfaqet në një formë tjetër. Pse është e vështirë të nderuar vëllezër sinqeriteti? Sepse niyetet tona janë të përzira me dëshirat e vetvetes. Pra nefsi, egoja, dëshira, ka një dëshirë, ndërsa sinqeriteti e thret të kundërtën. Nefsi don që të lavdrohet, nefsi kritikon, pra nuk don që të shortohet, të kritikohet dhe kështu me radhë, ndërsa sinqeriteti është e kundërt. Sinqeriteti është e kundërta e lavdis, e kundërta që të jetë njeriu mendje madh, e kundërta që të jetë njeriu krye lart dhe kështu me radhë. Pra është e kundërta, pra e asaj, e nefsit, egos dhe kështu me radhë. Të nderuar vëllezër dhe motra, këtë ndim këtë gjë që nefsi njeriut don për mu dok, ka qetë mu shfaq. Njeriu don për me marrë vëmendje dhe këtë ndim në vetën tona. Dhe sidomos sot fal rrjeteve sociale dhe kështu me radhë, mundësia për shfaqje dhe për dukje e ka lehtësu këtë gjë. E ka lehtësu këtë instinktin njerëzor që e ka për mu shfaq. Selfit dhe të gjithë këto të nderuar vëllezër, foto dhe kështu me radhë, është efalil gjibilie, janë gjëra të lindura me njerion. Pra dëshira për dukje, dëshira për shfaqje. Këto janë efalul gjibilie. Edhe keni pa që fëmia, kur është i vogël, bën vepra që me tërheq vëmendjen e prindve. Kja është instinktivisht në brendësinë e tij. Mirë po kja gjë e shoqëron edhe kur të rritet. Pra, dëshira për dukje. Pra atë njerëz vishen mirë, dhe nuk ka kur gjë se Allah subhanahu wa taala, inna Allaha jamil, yuhibbul jamal.
Allahu subhanahu wa taala është i bukur, e don të bukurën. Inna Allaha tayyib. Allah është i mirë, wala yaqbalu illa tayyiba, nuk e pranon vetëm të mirën. Nuk ka kusht njeriu që të vishet mirë dhe kështu me radhë. Mirë, po arsyeja që vishet njeriu mirë dhe kështu me radhë është nga ai instinkti i brendshëm i dëshirës për dukje. Tash, përveç që njeriu ka dëshirë që të duket, nëse e kryen një shërbim dikuj, don edhe të falenderohet. Dhe këtu nuk ka gjatë keqe, nëse njeriu e bën një vepër, një shërbim të dikujt, dhe njeriu duhet ta falenderoj, duke u nis nga hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, men lem yashkurin nas lem yashkurillah, ai që nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon Allahun. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, nëse s'keni mundësi që ta kompenzoni, s'paku thuni jazakallahu khairan, pa Allahu ju shpërblet. Pra, njeriu kur e kryen një vepër për një person të caktuar, don nga ai një shpërblim. Kështu duhet njeriu me qenë në relacion me Allahun subhanahu wa taala. Kur njeriu e kryen një vepër për Allahun subhanahu wa taala, duhet që atë shpërblim ta pres vetëm për Allahun, vetëm nga Allahu subhanahu wa taala. Për atë prej emrave të Allahut është Ash-Shakur. Ash-Shakur do të thotë që me pak vepra shpërblen shumë. Pra kjo gjë duhet me qenë relacion edhe me Allahun subhanahu wa taala. Pra, kur e bën njeriu një vepër, duhet me ndi se Allahu subhanahu wa taala është duke e shpërblyer dhe mos me kërku shpërblim tjetër nga njerëzit. Dhe logjikisht ashtu të nderuar vëllezër dhe motra, nëse ndonjëri nga ne shkon dhe e merr një punë të caktuar nga një punëdhënës, e kryen punën, e merr atë çka i takon, meritën, hakun dhe vazhdon. Nuk është logjike që ky person gjatë rrugës të pres prej çdo kujt që e sheh, të pres që ta paguajnë për punën që e ka bë tek filan personi. Kjo gjatë të nderuar vëllezër duhet mi përkthy në mbrenësinë tonë në relacion me Allahun subhanahu wa taala. Nëse na një vepër e kena bërë për Allahun subhanahu wa taala, këtu merr fund çdo kapitull. Pra, pritet shpërblimi vetëm prej Allahut subhanahu wa taala dhe nuk pritet shpërblimi prej njerëzve. Kur ndodhen kja, sa ma shumë, për atë kemi fol ligjëratat e para për bindjen, sa ma shumë që njeriu është i bindur në shpërblimin, atëheran edhe e pra, edhe e vepron, dhe nuk pret shpërblim nga dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra, kur besimi në Allah është në një gjendje, kur besimi në Allah subhanahu wa taala është në një gjendje pranie dhe dëshmie të brendshme, kur je i vërtet i bindur në shpërblimin e tij, atëherë nuk të bëhet e vështirë të veprosh pa marrë parasysh në publik apo në vetmi, as të fshehësh veprat tua të mira, edhe pse askush nuk të lavdron dhe askush nuk të sheh. Pse? Bindja se Allahu subhanahu wa taala do të shpërblej. Në gjuhën popullore i ndëgjojmë disa njerëz kur i përshkruajnë disa të tjerë, thonë filani e ka synin e uritur, synin e untë, apo filani është i untë. Të nderuar vëllezër, kjo uria apo untësia dhe kështu me radhë nuk kufizohet vetëm në ushqim, se ndoshta sa është i untë për ushqim, për pasuri, dikush është i untë për pasuri, dikush për pozitë, dikush për ushqim dhe kështu me radhë. Mirë, po ka një kategori jo pak e njerëzve janë të uritur për që t'jenë, pra, për famë, që të jenë të njohur, edhe kështu me radhë. Janë të uritur që të lavdrohen për veprat që i bën. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala çka thot? Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dhe ata u japin ushqim edhe pse vetë duan, të varfërve, jetimeve wa asira dhe robërve, innama nut'imukum liwajhillah. Duke u thënë ne ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut
la nuridu minkum jazaan wala shukura, nuk duam prej jush as shpërblim e as falënderim. Pse? Sepse atë që e gjej tek Allahu, qoftë në dunja siç është ëmbëlsira e imanit, afërsia me Allahu subhanahu wa taala, qetësinë, të qenur në kujdesin dhe mbikëqyrjen e Allahut, më mjaftojnë, dhe në ahiret dua që vepra të jetë sinqert dhe të pranohet dhe mund të jetë shkak që të hyjë në xhenet. Pra të nderuar vëllezër, këtu, siç tham, njeriu mund të jetë i undt. Edhe vjen e kundërta, njeriu është i ngopur. Çka është i ngopur? Është i ngopur me bindje se Allahu subhanahu wa taala do ta shpërblej. Ai person që është i bindur dhe është i ngopur me bindje se Allahu subhanahu wa taala do ta shpërblej, te ky person nuk i bën dëm as kritikat, as fjalë të këqija, as qortimet, mirë po edhe njëkohësisht nuk e luajnë edhe shumë edhe lëvdata, sepse zemrën e ka të ngopur me bindje në shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka vend për tjera kënd. Për atë, kur i thoshin disa prej selefëve, filani për shkak ka fol për ty keq, do thonte thjesht nuk mundet me mba dëm. Ai do të vdesë, do të vdes, thjesht një aty do të nalet, nuk, të thënë fjalët e njerëzve, në realitet çka munden mi dëmtu njeriu. Apo i thon tjerëve, filani ke bën një vepër, filani ka qejf me apo ka dëshirë me të shpërbly, me ta kompenzu mundjen dhe kështu me radhë, thot, a ka mundësi me më shpërbly më shumë se sa xheneti? Jo, në rregull ka thënë, e ka mund një shpërblim më të madh. Pra në momentin që njeriu e mbush zemrën e tij me bindje në shpërblim dhe jeton për shembull me emrin e Allahut e Shekur, që Allahu subhanahu wa taala edhe pse vepër pak shpërblen shumë dhe kështu me radhë, kjo të nderuar vëllezër dhe motra e bën që njeriu mos me qenë dhe mos me prit dhe mos me qenë pra nevojtar dhe larg çdo lëvdate nga njerëzit dhe të pres shpërblim nga njerëzit. Kur zemra të nderuar pra vëllezër është e lidhur me Allahun dhe vepron për kënaqësinë e tij, nuk pret më asnjë shpërblim, lavdrim apo mirënjohje nga krijesat, sepse kërkimi i kënaqësisë së tij e mbush zemrën dhe e bën të harrosh njerëzit dhe çdo gjë tjetër, dhe shumë e rëndësishme, dhe e çliron njeriu nga varësia ndaj mendimit të njerëzve. Nuk ka dyshim se njerëzit janë dëshmitar të Allahut në tokë. Mirë po në aspektin kur njeriu i bën veprat për Allah subhanahu wa taala, kjo duhet me qenë i çliruar nga çdo lloj varësie se çka pa thonë njerëzit, apo ta di njerëzit, apo nuk ta di njerëzit. Se momenti që njeriu pret edhe prej njerëzve, pastaj ka nga ato që nuk ja din, e fillon pra e ka prë një lloj demoralizimi dhe kështu me radhë. Për atë Allah subhanahu wa taala thot: "Kul ya'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Thuaj punoni sepse Allahu, pejgamberi dhe besimtarët do t'i shohin. Njeriu instinktivisht punon, dhe ka nga ato që duhesh mi thënë pusho. Por kur thot Allahu punon sepse ke kujdes se çka punon, ty jesh i sinqert në atë punë, sepse Allahu, pejgamberi dhe besimtarët do t'i shohin veprat e juaja. Po ashtu të nderuar vëllezër, ajo gjë që na bën që të presim shpërblim tek Allahu, duhet me qenë prezente para nesh pasojat e syefaqësisë. Pra pasojat për famë. Dhe këto dy gjëra të nderuar vëllezër munden mi shkatërru veprat. Arsyeja është të nderuar vëllezër sepse Allahu subhanahu wa taala, siç i takon madhërisë së tij, thot pejgamberi sa inna Allaha yaghar. Allahu është xhelos. Dhe një hadith kutsi thot ai i cili thot men amila amalan ashraka fihi ghayri, ai i cili bën vepra, mirë po në ato vepra ashraka, të më thënë bën ortakëri mu, taraktuhu wa shirkahu, e laj atë dhe veprën e tij. Do të thot se Allahu subhanahu wa taala nuk pranon që në një zemër që njeri është drejtu dhe do me ba një vepër për Allahun subhanahu wa taala, me bas në atë zemër vend edhe tjetër kush. Allah është ma i lartë se sa në zemrën tonë dhe me pas një vepër, me ba një vepër për Allahun, edhe për filanin, edhe për me fol mirë, edhe për mos me... Dhe me thanë, Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon këtë.
sepse Allahu është më i lartë se sa në një zemër që bëhet një vepër për Allahun, t'i bëhet atij shok. Pasojat e së fajsisë të ndërruar janë shumë të mëdha, shumë të mëdha, mu për këtë garanci edhe sinqeriteti. Dhe sinqeriteti është ajo thuja që shtylla, ajo vepra e zemrës që mbi të ndërtohen edhe vepra tjera. Momentin që lun sinqeriteti, edhe vepra tjera lun nga vendi. Do ta përfundoj me një ajet shumë të frikshëm kur thot Allahu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dhe ne thot u qasëm veprave që ata kishin bërë e i bëm ato si pluhur të shpërndar. Dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me 3 vet do të dhizet zjarmi i xhenemit, me dietarin, mujahidin dhe atë që jep në rrugt të Allahut. Pra me 3 kategori që më së shumti kontribojnë. Mirë po të nderuar vëllezër, thjesht ka mundësi një dietar, një lexues i Kuranit mendon se ka fitu miliarda shpërblime për çdo shkronjë dhe shpërblime deri në 700, mirë po faj'alnahu haba'an manthura, mirë po ne thot do t'i bëm ato pluhur dhe hi. Arsyeja është se nuk kanë qenë të sinqertë në ato vepra. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na bë të sinqertë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na bë dobi atë që themi dhe vazhdojmë inshallah me ligjëratën e radhës, po ashtu me për sinqeritetin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.